Duke mbetur te rasti I Belindës që mund ta jap ose jo dorëheqjen, dy eksponent jo shumë të rëndësishëm Partisë Socialiste si Pierin Dreu dhe Petro Koçi kanë shprehur në dy intervistat përkatëse televizive që kanë dhënë se Belinda Balluku mund ta jap dorëheqjen dhe në një moment caktuar që mund I kërkohet mund ta kryejë një veprim të tillë. Ju si mendoni, apo lëshon në opinionin publik Edi Rama një narrativ të atill për të prodhuar terrenin më pas që vetë Belinda Balluku të jap dorëheqjen përpara vendimit gjykatës kushtetuese? Tash, e gjithë strategjia nuk bëhet nga Rama, e gjithë strategjia bëhet nga Soros. Në Shqipëri kemi 35 vjet ne politika shqiptare zbaton politikën sorosiane. E gjitha politika bëhet nga Soros. Dhe këtu për 35 vjet është zbatuar ajo politikë që ka ta Soros. Unë nuk e shoh të pamundur, por pozicioni I Belinda Ballukut në të cilën ndodhet ajo tashmë nuk e lejon atë, se po të ishte për dorëheqjen Belinda Balluku duhet ta jepte dorëheqjen me kohë. Në momentin që doni nga SPAK. Por Belinda Balluku nuk e jep dorëheqjen pa marrë votën. Dhe jo nga dorë. E nga ata që e mbajnë Belinda Balluku. Ata që nuk e lejojnë të japin dorëheqjen Belinda Balluku. Kështu që jo pa qëllim kam thënë që Rama në momentin që kërkon ta shkarkoj Belinda Ballukun, ai ka hallin e kokës vet, dhe jo hallin e kokës vet nga SPAK apo nga këta, po ka hallin e kokës vet nga krimi I rrugës, nuk ka hall tjetër. Kështu që Belinda Balluku nuk e jep dorëheqjen pa marrë një garanci totale, kur garancia totale duhet të jetë mos I hiqet imuniteti e I deputetës, pra që SPAK-u mos ta marrë dot në të japin mas siguri arrest në burgo ose detyrim arrest shtëpia, detyrim pajisje, po mos të japin mas siguri. Këtu është e gjithë historia e Belinda Balluku. Nuk është Belinda Balluku se Rama e ka frikë Belinda Ballukun apo nuk po ta heqë Belinda. Por situata tash duke pas parasysh edhe atë vendimin e Tramit që 3 muaj duhet zgjidhë kjo historia e këtyre personave, duhet spastrohet politika në Ballkan. Sepse është një vendim I cili I prek të gjithë politikanët dhe po ta vesh re jo pa qëllim Vučić që lexoj mirë dhe shpalli zgjedhjet para kohës. Për sa kohë tha që unë do jem konferencash e fundit ose e para fundit Si president, pra e lexoj më shpejt dhe më mirë atë vendim të Trumpit. Ndërsa Rama tash duke qenë se është caktuar nga Kabala dhe nga Soros apo nga gjithë organizatat. Si përfaqësues, ky do vazhdoj do të qëndrojë, jo pa qëllim kam thënë që Rama do të qëndrojë me çdo kusht dhe me çdo çmim. Është çmimi që Rama duhet paguaj, ka si organizatës. Dhe kështu që ai do të përgatisë Lea Ypi Praneu kam përmendur gjithmonë dhe Praneu thash edhe më përpara që Lea Ypi do mund të sillet në momentin që Rama mund të ikë vetë, jo Belinda Balluku, po mund të ikë edhe vetë të shpallë nisi themi si qeveri teknike dhe këtë person të vej kryeministër. Ose zëvendës kryeministër mund të ashtojë edhe një zëvendës kryeministër, nuk di, po do ketë lëvizje gjatë. Deri me datën 20 do ketë lëvizje, them se do ketë lëvizje të forta. Ju thatë se në konferencën e fundvitit Edi Rama megjithse u mbrojt nga akuzat dukej se këtë mbrojtje e kishte shoqëruar edhe me shpërthimin e tij kundrejt kritikëve dhe medjave apo dhe opozitës që në fundit dukej si kapur me presh në duar, por pavarësisht mbrojtjes së tij. Në këtë rast, ashtu siç e thatë ju më parë, ky shpërthim është kundrejt SPAK-ut, kundrejt Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku po e adreson mesazhin e tij të fundit Edi Rama për të kapur si I mbyturi pas fijes së fundit të Barit, po themi. Mesazhi ishte kundër Amerikës. Por një mesazh I koduar duke përdorur SPAK-un. Gjoja sikur po bën SPAK-u, po mundohet të kërkoj një republik prokurorësh, siç e ka thënë gjithmonë.
ajo që bëri përshtypjes së saj ishte deklarimi që Rama bëri kur tha që Berisha kërkon ta shkrisë pagun për 83 mandatet që ne e mbajmë. Që do të thoshte që në përkathimin politik do të thotë që nëse Berisha kërkon ta shkrisë pagun, unë i kam 83 mandate dhe bashkë me Berishën i bëj 94 dhe ndryshoj kushtetutën dhe heq pagun. Pra për ne tash ky ishte një goditje ndaj Amerikës, pra një mesazh ndaj Amerikës, se ju e mbani më shumë mirë kur iku FBI-a, Rama ka dalë në konferencë shtypin me vrapë, dhe tha ikë FBI-a tash që të thonë, ta jemi ne ata që e mbajmë, jemi ne ata që e bëjmë. Dhe kur u rikthye, pastaj ai filloi të ta ndryshojë gjuhën. Dhe këtë punë ka përshtyre, ka lëpirë, këtë punë bën ai. Po që të lloj karakteri ka kuptohet. Por puna është se të gjithë mesazhin ai nuk e di shumë mirë tashmë që ai domethënë SPAK apo BKH nuk e komandon dot. Nuk e komandon jo se ka ndryshuar njerëzit, por ka ndryshuar politika e SPAK-ut dhe BKH-s. Për sa kohë tashmë janë qoftë FBI-a dhe amerikanë, dhe Israeli dhe amerikanë, domethënë ndryshon situata totale dhe e gjitha është për Ballkanin. Dhe foja u ri përsërisi në Ballkan Shqipëria është çerdhe e Sorosit. Lufta kundër Sorosit është lufta kundër komunizmit, se ta mund ta marrin një çik Sorosin si gjë si filantrop, akoma mund ta quajmë filantrop. Por ai është në ide komuniste, është lufta komunizmit. Është lufta që bëhet tash i drogës, që bëhet pastrimit parave dhe po të shihni edhe në fund vit keni një deklaratë FMN-s, e cila më ngjason me deklaratën e vitit 1996, datorin 96, kur bëri për firma piramidale. Identik. Mota më është me atë deklaratë atyre viteve. Kështu që Rama e lexon dhe e kupton shumë mirë, e din shumë mirë gjendjen dhe situatën që është ai vetë si person. Se këtu ka dhe një pak luftë individuale, personale me emra. Për mua për shumë Amerika ka dalë me emra personal tashmë, nuk është më sepse urimi që bëri për 29 nëntori ishte një urim i cili brenda atij urimit ishte si s'kishte bo vakina që të flitesh për drogën, për korrupsionin, për shkeljen e demokracisë e tjera. Domethënë, Rama ka këtu dhe e di shumë mirë se në politikën amerikane nuk mund shkoj, jo vetëm ai, por nuk shkon dot askush. Askush nuk shkon më nga politikanët në përsa i përket administratës Trump. Administrata Trump ka një qasje tjetër total, fal edhe një që unë kam deklaruar me kohë, fal edhe asaj Suzi që është aty shefja e kabinetit. I bën të gjithë agendën dhe të gjithë politikën e Trumpit, sidomos për vendet ish komuniste. Sidomos për vendet ish komuniste. Sepse është person që e ka vujt vetat e komunizmin, e njeh shumë mirë dhe nuk i fal. Nuk i fal. Dhe është bërë barriera numër 1 e çdo pseudo, po ta them edhe herë, çdo pseudo të djathti që është mundu me ushqit, apo këta patriot e nacionalist që janë munduar të shiten të tillë. Janë munduar të shiten të tillë. Ajo është barriera kryesore. Dhe po ta venere, një nga vendimet që ka, një nga pikat që ka në vendim, është mos heqja e nëngradë. Jo nuk e heq më, se nuk është më me lobime që të shkojnë dhe t'ja kërkojnë presidentit, të lobojnë tek presidenti, por ai president para se ta heqi një nëngradë, duhet ta çojë në kongres. Dhe Trumpi nuk ka lujt mendesh të çojë në kongres një vendim të një njeriu që mund të jetë në Ballkan apo në Europë për të heqë pikat e veta për të bërë gjithë ato betejë, gjithë ato luftë për një person. Kështu që do ketë nëngradet e tjera. Po, është vërtet, dhe ato nëngrade nuk hiqen, aty do dalin. Mos mendoj se mund shpëtojnë nga lista e nëngradeve që janë aty.
Sado kanë shku, kanë logu, nuk e heqin dot atë listë. Sepse ajo është listë e miratuar, pavarësisht se s'ka dalë dhe emrat nuk kanë dalë.